Në ditën e dytë të stuhis me era të forta dhe reshje të dëndura shiu që ka prekur të gjithë vendin, problemet më të shumta raportohen në Delvin. Reshjet e rëna gjatë natës kanë shkaktuar një situatë të rëndë emergjence duke bllokuar rrugën kryesore hyrëse të qytetit e duke izoluar disa zona. Prurjet e mëdha të ujit kanë hyrë në biznese përgjatë aksit duke dëmtuar mallra dhe pajisje, ndërsa banorët raportojnë se niveli i ujit është rritur me shpejtësi. Lumi i Kalasës ka dalë nga shtrati duke përmbytur banesa dhe rrugë në qytete e fshatra. I bllokuar është aktualisht aksi Saran-Delvin, po ashtu 10 fshatra në qarkun e Gjirokastrës po vuajnë mungesën e energjisë elektrike. Burime nga OSHE konfirmojnë se koha e keqe ka shkaktuar edhe dëme në fiderët që lidhin fshatrat me rrjetin energjetik. Në Vlorë dhe Fier ka rrezik përmbytjesh si pasojë e vërshimeve të mëdha në lumin Vjos. Emergjencat pranë bashkisë Fier janë pozicionuar në terren pranë urës së Mifolit me qëllimin të ndërhyjnë në kohë në rast të daljes së lumit nga shtrati. Ndërkohë hidrovorët janë duke punuar me kapacitet të plot. Do doja t'i bëja thirrje të gjithë atyre që të fillojnë të evakojnë në radhë le të themi baktit që mund të kenë në përstanet e tyre afër Vjosës dhe pastaj sigurisht gradualisht duke marrë masa edhe për ndonjë orjendi apo sende të ndryshme që mund të kenë të vetat. Në Kukës, si rezultati rreshjeve, rrugët nacionale vazhdojnë të jenë nën trysninë e rënies së gurve, inerteve dhe vërshimit të ujrave. Sipas raportimeve nga terreni, shumë akse rurale janë dëmtuar rënd, ndërsa në disa prej tyre ka prani gurësh dhe dherash që kanë bllokuar qarkullimin. Më e goditura mbetet njësia administrative Zapod, ku bllokimi i rrugëve kryesore ka krijuar vështirësi të mëdha në lëvizjen e banorëve. Ishte ai proja aty që do na marrë për poshtë aty. Në Kurbin rreshjet e ulën intensitetin, ndërsa sot nuk raportohen probleme të tjera. Ka nisur puna për pastrimin e kanaleve edhe në Shpërdet në argjinaturën e lumit Droj, si dhe sistemimi e largimi i inerteve dhe aluvioneve të mbetura.